Për menyn e iftarit të sonten, do të përgatisim një recetë të jetë lehtë dhe të shijshme. Unë këtë recetë e kam mësuar dhe e kam trashëguar nga nëna ime, pra po përgatisim musaka, por musakën nuk do ta bëjmë si atë musakën origjinale, por do ta bëjmë vetëm me patate dhe me mish. Vazhdojmë tani që t'i prejmë një herë patatet. Fillimisht merrni disa patate, varësisht për sa persona do të gatuani, aq edhe do të përdorni produkte. Unë po e bëj të përshtatshme këtë recetë dikun për 6 deri në 8 persona. Në total do të përdorim dikun 6 patate. Patatet do t'i prejmë një prerëse të tillë, i cila i pret më hollë dhe më mirë. Por nëse nuk keni, lirisht mund t'i prejni edhe me tik. Të gjitha patatet i kam prerë, do t'i largoj tani anësh. Marrim tani një tepsi, është mirë që të përdorni një tepsi pak më të thellë. Dhe vazhdojmë tani këtu në fund të tepsisë ta rendisim rendin e parë me patate. Dhe për t'i mbyllur zvrastirat këtu në mes, zakonisht i përdor pjesët më të vogla ose qoshet e patateve dhe i vendos kështu në tepsi. Tani vazhdojmë që ta përgatitim mbushjen. Në një tigan, pak më të thellë, shtojmë një lugë gjelle me gjalp. Unë në gatimet e mia preferoj që ta përdor gjalpin, por ju mund ta gatuani sipas shijeve të juaja, shtoni vaj ose margarinë. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar, presim një herë derisa gjalpit na shkrihet. Pasi gjalpi shkrihet, vazhdojmë që në tigan të shtojmë një qip më të madhe, të prerë imët. Unë zakonisht preferoj që qipët t'i bluaj në blender. Vazhdojmë e fërgojmë një herë qipën për 3-4 minuta, derisa të fillon të zbutet. Pasi qipa zbutet, vazhdojmë tani që ta shtojmë edhe mishin. Vazhdojmë që tani brenda të shtojmë 600 gram mish viçi të bluar. Vazhdojmë tani e fërgojmë duke e shtipur mishin bashkë me qipën për disa minuta, derisa të fillon që edhe mishi të fërgohet dhe të skuqet. Që fërgohet edhe mishi, e largojmë nga zjarri dhe vazhdojmë që t'i shtojmë tani piper të kuq. Në total, unë po shtoj një lugë e gjysmë të mesme me piper të kuq. Shtojmë edhe një lugë të mesme me kryp dhe pak piper zi. Përzijem tani me lugë, derisa të sigurohemi që të gjitha produktet do të lidhen dhe do të bëhen bashkë. Pasi përzijem mirë, tani vazhdojmë që brenda te mishit shtojmë një lugë gjelle me pastë domate. Zakonisht unë përdor nga këto pastat e domateve, të cilat janë më të trasha, dhe në total do të shtoj një lugë gjelle me pastë domate. Përzijem edhe një herë të fundit dhe tani mbushjen e kemi gati. Dhe tani vazhdojmë që mbushjen ta shtojmë te patatet. Dhe sonte unë do ta mbush në 2 renda me mish dhe mishin që e përgatitëm do ta ndaj në 2 pjesë. Do ta shtojmë tani këtu një rend nga mishi. Pasi ta shtoj mishin, shtoj shumë pak hopla përgatim ose krem pana, me sy, nuk e mot, por dikun 3 lugë gjelle. Vazhdojmë e rendisim rendin e dytë me patate. Vazhdojmë të shtojmë rendin e dytë me mish. Me ndihmën e lugës e përhapim mishin mirë si për patateve, duke e shtipur. Përsëri, mos harroni t'i shtoni pak hopla. Dhe tani e rendisim rendin e fundit me patate. Në rendin e fundit gjithmonë e prej pak më hollë që të rreshken më mirë dhe sepse i vendos kështu një mbi një, dhe kështu do të mund që të zihen dhe të pjekjen më mirë patatet.
se rendi i fundit duhet na duket më bukur edhe për estetik. Dhe kështu duket musaka, pasi përfundojmë me renditjen e të gjitha patateve dhe mishit. Tani vazhdojmë që ta përgatisim lyerjen, të cilën do t'ja shtojmë sipër dhe me të cilën do të zihen patatet. Marrim një enë ose një bokall kështu më të thellë dhe brenda shtojmë 700 ml me qumësht. Te qumshti i shtojmë 3 vezë. Shtojmë tani këtu pak kryp, një lugë çaji. Dhe tani përzihem mirë me tel kuzhine, derisa vezët edhe qumshti të lidhen dhe të bëhen bashkë. Dhe tani tërë përzierjen e qumshtit dhe vezët e shtojmë brenda në tepsi. Vazhdojmë tani në pjekje, në furrë të parangrohur mirë në 250 gradë, por në momentin që do të fusim brenda tepsin, e ndalojmë zjarrin në 220 gradë dhe vazhdojmë që t'i zihem ashtu dikom për afërsisht 35 deri në 40 minuta, sepse këtu kemi 2 renda, në fakt 3 renda me patate dhe 2 renda me mish, pra është e trash dhe i duhet kohë pak më gjatë që të piqet. Pas 40 minutave në furrë, duhet të duket kështu musaka, ta ketë shterur mirë lëngun që ja kemi shtuar brenda. Tani sipër, ajo qershia mbi tortë, që do ta bëj edhe më të mirë këtë pjatë, është kashkavalli. Vazhdojmë që t'i shtojmë sipër kashkavall të bërë në rinde. Kashkavall mund shtoni sipas shijeve të juaja. Unë po shtoj dikon 100 gram kashkavall. Ndërsa për një pamje më të bukur, pastaj pasi që të shkrihet kashkavalli, shtojmë pak kopër të thatë. Nëse nuk keni kopër, mund shtoni pak rigan ose pak majdanoz të thatë, thjesht për t'ia theksuar ngjyrën kashkavallit. Vazhdojmë tani që ta rikthejmë në furrë në temperaturë të njëjtë, dikun edhe për 10 minuta, derisa edhe kashkavalli të shkrihet. Dhe të dashur miq, tani në këto momente musaka është gati, veç se kam larguar nga fura. Njerë për njerë, po duket që na ka dalë mirë, por do të presim që të ftofet dikun për 10 minuta, që të rëngohet pak kashkavalli dhe pastaj mund që ta prejmë dhe ta shërbejmë. Tani vazhdojmë që ta prejmë me një thikë të sprehtë në pjesë më të vogla. Dhe pjata për sonte është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta gatuani dhe do ta shijoni bashkë me familjarët e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.